për ta përmbyllur programin, duke qenë se jemi pak minuta para shkuarjes kandidatëve për shpalosjen e platformës për garën e SPAK për drejtuesin e ri që pritet të zgjidhet si zëvendësuesi Altin Dumani, do të kemi Esido Barkan, i cili do të na thot pak më shumë nëse tashmë kanë shkuar, janë drejtuar 4 kandidatët. Esido, si është situata, se vetëm 3 minuta mungojnë, besoj që tashmë duhet jenë brenda ambienteve. Po ju përshëndes sërish Brigena dhe Flori, në fakt e gjithë vëmendja e arenës ndërkombëtare, por edhe drejtësisë është pozicionuar tek poli drejtësisë, konkretisht tek mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurisë, ku pritet sot le të themi të zyrtarizohet dhe emri i kreut të ri të Prokurisë së posaçme. Janë 4 kandidatë në garë: Elvin Goga, Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu dhe Klodian Brau. Të paktën nga 4 kandidatë deri në këtë moment ka mbritur i pari është Adnan Xholi, i cili ka mbritur para pak minutash dhe është futur në mbledhjen në sallën ku pritet të zhvillohet dhe mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurisë. Pritet që në vijim për të mbërritur dhe 3 kandidatët e tjerë, ndërkohë kanë mbërritur dhe përfaqësues të ambasadave të huaja, të ambasadës amerikane, ambasadës britanike, të Bashkimit Evropian, si dhe përfaqësues të drejtësisë dhe bashkëpunëtorëve, le të themi, të huaj të Prokurisë së posaçme dhe jo vetëm por të polit të drejtësisë në Shqipëri. Megjithatë është një garë e fortë ku sot priten që 4 kandidatët të shpalosin platformat e tyre. I pari që do të flasë do të jetë Adnan Xholi për shkak të rendit alfabetik, dhe më pas do të marrin fjalën dhe 3 kandidatët e tjerë. Për herë të parë në garë, e cila synon për le të marrë drejtimin e Prokurisë së posaçme, është dhe një femër, Doloreza Musabelliu, një prokurore e posaçme e cila në fakt karrierën e ka nisur tek Prokuria e Krimeve të Rënda, ndërkohë dhe 3 kandidatët e tjerë pra kanë le të themi një background për shumë vitesh në SPAK dhe jo vetëm por dhe në ish Prokurinë e Krimeve të Rënda. Pra janë 4 kandidatë le të themi potencial, të cilët do të paraqesin sot platformën e tyre për drejtimin për 3 vite të ardhshme në krye të Prokurisë së posaçme pas përfundimit ndjes të mandatit të zotit Altin Dumani. Megjithatë kjo ngelet për të parë se si do të jetë procesi më pas paraqitjes së platformës së tyre. Kuptoj që antarët e KLP-s do të bëjnë disa pyetje për kandidatët, ku më pas përfundimit të pyetjeve do të ketë të paktën një orë pushim dhe më pas kandidatë dhe më pas ndjes antarët e Këshillit të Lartë të Prokurisë do të mblidhen për të votuar kandidatin, të cilën ato pra do t'i besojnë për 3 vite të ardhshme drejtimin e Prokurisë së posaçme. Kujtojmë se mandati i Altin Dumanit, i cili u zgjoll përpara 3 vitesh, përfundon me datën 18 dhjetor dhe me datën 19 dhjetor, pra SPAK-u do të ketë në krye një emër të ri, ku pritet të vijojë punën e nisur të paktën për dosjet e nxehta. Sa i takon dosjeve të nxehta, konkretisht në goditjen e korrupsionit por dhe të krimit të organizuar, ky do të jetë kriteri më i fortë sa i takon votbesimi që antarët e KLP-s do t'i drejtojnë përmes votës për kreun e ri të Prokurisë së posaçme. Megjithatë kjo ngelet për të parë se si do të vijojë më pas në sajt le të themi platformës së tyre të paraqitur përpara antarëve të KLP-s. Esido, faleminderit për gjitha informacionet. Ne ishim duke parë edhe pamje të nderuar të rishikues pikërisht nga momentet e mbërritjes edhe të përfaqësuesve të huaj e para që kanë mbërritur pra në ditën e sotme, duke qenë se seanca fillon në këto momente, ka qenë përfaqësuesja amerikane Nancy Van Horn, e njëkohësisht edhe më pas ai i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, i cili ka thënë se do ta ndjek nga afër këtë proces dhe këtë shpalosje të programeve për cilat na njohu në këto momente. Esido, faleminderit. Faleminderit Esido. Ne kemi ardhur në fund të programit për ditën e sotme. Ju falenderojmë që qëndruat. Me ne ritakohemi sërish nesër.